Ford Focus të 2017-ës, 1.5 TDCi, versioni me 120 kuaj, më i fuqishme që kanë pas, edhe është versioni titanium që ka pak më shumë opsione, di shohim me radhë. Përpara ka fener të Xenon, disit i ka 17-që, shumë pastra, pa gërvishtje, pa asnjë problemi, gomat i ka në gjendje të mirë. Kjo është me keyless go, keyless entry, ja e mbyll me çelësin në xhepa, e hap kurvedorën. Është me privacy glass mrapa, xhamaxhi fabrike, shumë i pastër, s'ka asnjë lloj dëmtimi, asnjë lloj problemi. Mrapa ka sensor të parkimit, kamerën e parkimit, ka edhe dy marmitat që besoj kanë vëllë vetë, se këto s'kan dy, por më duk pak më sportive, versioni titanium se thash. Asnjë lloj dëmtimi, asnjë lloj problemi. Ky është motori 1.5 shnaf, ka 120 kuaj fuqi, 270 Nm tork, ka pas dhe më pak fuqi me 95, por ky është ai me më shumë fuqi. Shumë motor i mirë, përdoret në një pafundësi modelesh nga kompani të ndryshme, nëpër Citroën, Peugeot, edhe të këto që janë si furgona të vegjël, përdor Ford të këto Transit. Shumë motor i Ford, shumë ekonomik, nuk harxho fare. Është me diferencial para, kjo është automatike me 6 marshe speed shift. Nga që është versioni titanium, ky ka edhe opsione më shumë, sistemin audio se ka Sony, të pjesën këtu e ka piano black, sedilet i ka elektrike, që rrallë për Ford Focus i kanë. Keyless entry, keyless go, 178.000 km, klimën e ka me 2 zona, sedilet i ka me ngroje. Këtë sistemin sync që e përdor Fordi, e ka këtë versionin e madh me ekran të madh, e ka edhe me touch që e përdor vetë. Kamerën e parkimit mrapa, shumë tapiceri e pastër, shumë e pastër, pa dëmtuar, super gjendje. Këtu ke cup holdersa për të vënë gjë. Me baxho lart, është versioni më full që kanë këto. Edhe këtu mrapa shumë e pastër, ke hapësirë para, ke hapësirë lart, nuk është keq. Për makinë praktike, makinë qyteti, po edhe për me bërë rrugë gjata, se nuk është se do punohet taksi me këtë, është perfekt. Tapicerin tash e ka lëkur, që është versioni më full i mundshëm i këtij modeli. Çmimi për këtë Ford Focus 1.5 shnaf 2017-ës automat është 7.200.000 lekë i diskutueshëm. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.